Mirëmëngjesi. Ju urojmë një ditë të bukur, një javë të mbar, mirë se erdhët në Reze Dielli. Jemi këtu për të gatuar recetat e ditës së sotme dhe për t'ju mirëpritur më pas në bisedën në Reze Dielli. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Çfarë do ham ndonjë gjë? Qa më the? Çfarë po ha ndonjë gjë të mirë? Më the çfarë do ham? Biskotë më paja. Biskotë. Se kështu gjë. O, detyrova dhe e hodha këtu poshtë, me që doni të vërtetën. Gjithmonë në minutën e fundit. Atëherë, ti prezantoj pak recetat që kemi sot? Prezantoj sa dhe unë të pidhe unë pak ujë që të shkoj ajo. Atëherë, shpejt regjia na i tregon në ekran të shkruara dhe unë ja u tregoj përbërësit, ja u lexoj njëra pas tjetrës, ndërkohë që të gjithë përbërësit janë të sistemuar në tryezën tonë. E nisi me krah pule në furrë për t'i marinuar dhe për t'i sjellë ato shumë të shijshme. Për këtë recetë ju nevojiten 1 kg krah pule, 3 lugë vaj ulliri, 2 lugë salcë soje, 1 lugë mjalt, 3 thelpinj hudhra të shtypura, 1 lugë çaj paprika e ëmbël, 1 lugë çaj rigon, 1 lugë çaj trumz, piper i zi, krip dhe lëngu i 1 gjysmë limoni. Kemi larë pastruar krahët e pulës, ne sigurisht nuk kemi marrë 1 kg, por kemi marrë aq sa na duhet për të treguar recetën, pak më pak. Marr thelpit e hudhrës direkt. Faktikisht Oniki, nëse mundesh të më marrësh pak kerry atje, kerry ose turmerik, se është për t'ia shtuar pak edhe ngjyrën edhe aromën. Jep një aromë. Kerry është më e mira, marr dhe gri hudhrat. Dhe nëse unë nuk kam hudhrat dhe kam kerryn, jam e plotësuar shumë në erza, sepse shumicën e erzave i ka vetë, por për t'i dhënë që t'jenë akoma dhe më të freskëta. Bollshëm aromë. Dhe aroma që është më e ndjeshme është aroma e kerrit. Shtoj ca. Të shtojmë këtu. Bravo. Për sasin që kemi ja dhe pak fare, le të dominoj pak aroma. Aroma e kerrit. 6 apo 7 sa ka kjo. Në përgjithësi e vendos goxha në gatime. Dhe shtoj lëngun e limonit. Të gjitha erzat me radhë. Trumz, rigon, piper, piperin e kuq, ordëro, ose paprika, shtoj masën e kripës këtu, sojën dhe kemi kujdes kur soja është e trash. Në gjendje të tillë, normalisht kërkon 50 me 50 hollim. Nëse unë kam 1 lugë, 50 duhet ujë dhe 50 duhet sojë. Gjë që unë patjetër që do ta bëj, masën e kripës e limitoj duke shtuar mjaltin. Do shoj dhe pakës fare ujë. Pakës fare ujë do ta shtoj me anë të bimëve, jo, se ma bën. Okej, bën më të kripur. Me anë të bimëve aromatike, e përziej mirë. Do të shoj shumë pak. Këtu. Tash, një kompensim i salcës sojës. Po të duam, ne mund të shtojmë edhe spec djeks, që është akoma dhe mirë, fara speci djeks, por unë mendoj, në varësi të pjesëtarëve të familjes që janë, jo gjithë duan specin. Vajin. Dhe aty zhytim krahët e pulës. Ordëra. Këtë pjesën këtu e lë, jo pa qëllim e lë. Faktikisht, marinimi duhet të qëndroj pak. Mishi i marinuar duhet të qëndroj pak. E sidomos dhe në frigorifer, për të marrë dhe për të përthithur të gjitha aromat shihet e masës së aromatizuar. Derisa të përthithen pak sa. I skuqim, i pjekim si t'jetë më komode për ju. E mira është të t'i kalojmë në pjekje, e mira. Akoma dhe më mirë dhe më të shëndetshme të pjekura. Mjafton të dim këtë kombinimin e erzave, sepse edhe kombinimi ka rëndësi, siç kemi folur gjithmonë kur 2 erza apo 2 produkte ushqimore
janë të duhurat në bashkimin dhe kombinimin e tyre, kryon atë sinergjinë ushqimore, dhe sinergjia ushqimore çfarë është, kur dy perime apo dy, sidomos dhe të erëzat, kombinojnë në mënyrën e duhur për përshtytjen maksimale të vlerave, shijeve dhe këmbimin mes njëra tjetrës. Do njërë bëhe dhe kombinime të gabuara pa dashje. Prandaj, këtu më ka ardhur shumë shtek sa rritet ky shtek dhe mos më lëviz fare. Dhe jo më kot, kur them, çdo profesionist duhet të qëndrojë në bankën që i takon. Unë nuk mund të futem në pjesën tënde, sepse nëse unë do dua të them dhe mua më duket sikur them diçka të zgjuar, normalisht kam dalë jashtë dera automatikisht. Pra çdo njeri duhet të ketë profesionin e vet dhe të flasë me bindje. Tek erzat, shumë erza, shumë mami mbysin një fëmijë. Edhe shumë erza të thirrin jashtë shijes një gatim. Dhe nuk kemi me shija. Një kombinim erzash gabuar në një gatim. Gabuar, nuk mund të themi të gabuar, se nuk konsumohet, por nuk jep maksimumin e vet. Gjingeri për shembull, marrim vetëm gjingerin. Ty gjingeri nuk të shkon në të gjitha gatimet. Po. Ty keri nuk të shkon në të gjitha gatimet. Kemi disa gatime për shembull, nëse unë do të bëj një supë me oriz, të prerë me vezë dhe limon, unë nuk mund të shtoj dot gjingerin, unë nuk mund të shtoj dot kerin. Pra, sepse janë shije po edhe vetë me njëra tjetrën por mund të vendosun për shembull në një supë shumë të lehtë, shumë delikate, të vendosun selinon. Selinon nuk përdoret gjithandej. Ka aromë të fortë. Pra, unë kam një gatim këtu sot, që nëse unë do kisha patate, shumë mund të shtoja selino. Po selino mund ta shtoj goxha mirë dhe në këto përbërës që kam. Por ngelem këtu, e vendos në furrë të parangror, unë e kam në 200 gradë. Për sa minuta? Ai sa furra juaj ju thot, "Ej, merr më tani se unë jam pjekur." Direkt në furrë. Dhe në këtë mënyrë kemi realizuar recetën tonë të parë, pra krap pullet aromatizuara. I lexojmë edhe një herë përbërësit së bashku për erëzat kryesisht, për marinimin e pulës. Ju merrni krap ule, merrni vaj ulliri, salcë soje, pak mjalt, pak hudhër të shtypur, paprika, pra piper rikuq i ëmbël, rigon, trumzë, piper i zi, krip dhe pak limon. Gjysmë limoni të shtrydhur për gjithë përbërësit e tjerë. I vendosni më pas krahat e pulës në këtë përzierje, në mënyrë që ato të marinohen edhe zbuten në të njëjtën kohë, marinat të shihen, mirë është që t'i lini disa minuta në shtëpi, në frigorifer dhe më pas t'i piqni. Rezultatin do t'ja u tregojmë në vazhdim. Tani kalojmë tek receta e dytë, e prezantojmë pak. Perime. Vazhdojmë me perimet. Perime të skuqura. Perime të sotarizuara. Se të dëshironi ju. Që do kalojnë të gjitha në Tiranë do kalojnë. Prandaj dhe unë e kam bërë, nuk doja që të kisha një recet praktikisht në krahat e pulës e të gjitha këto, i bëra veç e veç, sepse dikush mund të shoqërojë krahat e pulës do t'i shoqëroj me kos. Nuk i do me perime. Shumë mirë shoqërohen me patate dhe shumë mirë me pilaf. Pra, krahat e pulës dhe normalisht me pure. Me pure ose humus, qiqrash, patate, si të dëshironi ju, me humus perime, që janë të gjitha të freskëta. Unë për shembull, për hir të së vërtetës, kam pasur një lule lakër, unë nuk do ta hedh. Çfarë mund ta bëja? Mund ta bëja shumë, mund ta bëja qofte. Mund ta bëja humus, por duke i futur te këto perimet, e skuqura ose të shterura, më bën një kombinim shumë të duhur. Çfarë shoj më përpara? Normalisht shtoj patlıxhanët që unë i kam vendosur në ujë. I shtrydh mirë, edhe në mos mirë, s'ka problem, sepse nuk shtoj ujë më pas, por direkt në vaj jo të nxehur shumë. Pra nga perimet kemi patlıxhan të prera kështu në shkopinj, pashtu edhe karotat, lule lakrën që e përmendëm, lakrën e kuqe dhe përsëri erza. Siç e keni vënë re gjatë gjithë sezonit, duke qenë se këto janë dhe ditët e fundit të sezonit, ne jemi partizan të erzave, duke i marrë gjithmonë në tryez, bimëve aromatike gjithashtu, sepse kemi menduar që jo vetëm që na i bëjnë të shishme gatimet. Dgjoj, kam njohur familje që nuk i njohin fare erzat, që nuk i përdorin fare erzat, që nuk i duan, as nuk i njohin, pastaj jo më t'i kombinojnë. Kështu që besoj se ato që na kanë ndjekur e kanë kuptuar që bimët aromatike në tryezën tonë nuk kanë munguar kur, pa ashtu dhe erza të ndryshme. Ne jemi një vend i bekuar, një tokë e bekuar që kemi mundësi të shijojmë edhe të zbërthejmë bimë të ndryshme, erza të ndryshme.
Të freskëta, gjithashtu. Po me livandën. Me lullet bukra, du me të punue, vash një kunor, mas po ma di zemra, me ja fillue, atë zagazmor. Dgjoj, edhe këtë lartë e ke shumë mirë. Edhe zërin lartë. Më ke bërë të ndihem shumë mirë. Më ke bërë të ndihem shumë e veçantë. Dhe besoj se roli njeriu që ke në krah, qoftë në familje, qoftë në punë, është që ti të ndihesh më e veçanta. Dhe faleminderit sepse unë jam ndjer më e veçanta nga të gjitha. Do thonë njerëzit, po ç'patën këto tani, domethënë. Po normalisht, sepse fjalët e zemrës, po normalisht, fjalët e zemrës dalin kur zemra do t'i thotë, jo kur dua unë. Po. Pra mua më komandon zemra dhe truri. Është diçka shumë e bukur që ti the që në jetë ne vlerësojmë më shumë se si na kanë bërë të ndihemi të tjerët, dhe jo se çfarë kanë bërë ato si janë. Dhe unë kështu jam ndjer. Sjell apo nga anë të ndryshme, por mënyra se si ne ndihemi kur dikë kemi në punë, në familje, në shoqëri, në zemër e me radhë, është gjithmonë e bukur të shprehësh mirënjohjen, sidomos publikisht. Edhe unë të falenderoj shumë që ti e shpreh gjithmonë mirënjohjen tënde, që ti e shpreh gjithmonë dëshirën për të vlerësuar të tjerët, dhe me këtë rast tregon në fund fundit se çfarë është njeriu. Dhe jo vetëm, të gjithë ju që jeni përreth, të gjithë ju që jeni përreth që ne dalim kaq bukur, ë? Kështu do jemi këto ditë, me falenderime, me derisa të vi sezoni i ri në shtator, do të jemi përsëri. Për sezonin e ri ju premtoj që do keni gjëra të bukura. Ju premtoj. Edhe premtoj që nuk do t'i djeg këto. Sepse ne s'kemi djegur ndonjëherë gjë. Jo, s'kam djegur fakt. Hajde shumë të thonë, qometit. Por shumë nga një tavë jo e dur që unë kam vendosur, nga një tavë që duhet jetë vetëm në frigorifer, unë e kam vendosur pa pasur mendje. Qometit, janë të vogla, fare. Pastaj jo. Shtojti qometit, do të tregoj diçka me qametin. Ishin burë grua. I jap kohë perimeve që të bëhen, prandaj dhe flas. Tha, o gru, tha, ai diti tha se i tha grua, unë jam smur, tha o burë. Tha, fundja, tha, po i ke ti, tha, po largove ti, tha, do ndodhi qameti vogël. Po ti ki unë, i tha buri, atëre dije se është qameti madhë. Qameti vogël, qameti madhë. Qamet ngele. Qameti vogël e që ka djegur di gjëra. Qameti për qamet. Shiko, se më thonë shpesh njerëzit pas të kalojmë tek reklamat, më thonë njerëzit, shiko, ti je shumë e ftohtë në ekran. Jo, edhe në jetën reale, nuk është se jam ndonjë tip që shpreh shumë. Jo, nuk luam me ndjenjat, jo, nuk luam. Do më thonë, më udhëheq më shumë mendja, truri. Gabim ndoshta e kam. Se duket sikur ti më thua fjalë ose shpreh atë mirënjohjen tënde dhe unë nuk ta kthej ndoshta në të njëjtën mënyrë, se nuk jam ai tipi që i shpreh shumë emocionet e mia dhe ndjenjat e mia. Jo se nuk e pranoj këtë pjesë, për t'i sqaruar dhe njëherë publikun, po çdo gjë lidhet me tipin, me karakterin e njeriut. Por që sigurisht janë falenderuese dhe mirënjohëse. Tani kalojmë pak te mesazhi promocional i ditës së sotme për prostator, që gjatë gjithë vitit ka qenë lule lakrën me ne, duke ndihmuar pashtu edhe publikun, dhe vjen sërish sot me një mesazh të tjetër dhe me një ofertë të ditës. Dhe jemi rikthyer, vazhdojmë punën me perimet, për t'i zbutur ka urdhësur ato në yndyrë. Kemi shtuar të parat patoxhanët, karotat, lule lakrën, tani edhe qepën. Dhe po ashtu dhe lakrën e kuqe, që e gjejmë tani edhe në këtë sezon, jo vetëm në dimër. Specin e kuq të gjitha i kam mbaruar. Pra kam bërë, nuk do bëhet gjellë, prandaj perimet do jenë al dente. Shtova në varësi të forcisë së perimes. Shumë pak. Ja. Do të marr. Op. Çka kemi aty? Edhe në çik nga majdanozi. Sot pas kemi punën vetëm me majdanozi nga bimët. Kemi folur dhe kemi shpjeguar, meqense kemi rubrikën bima dhe shëndeti, rreth majdanozit, shumë i mirë për infeksionet urinare, shumë i mirë për veshkën, për pastrimin e saj. Mjafton ta vendosni në ujë,
mund ta zjeni apo jo, po mund ta vendosni edhe në ujë të qëndroj për disa orë dhe më pas ta konsumoni. Unë përvende për shumë vitamin C. Majdanozi është i mrekullueshëm. Unë provova pak qep, me thënë drejtën. Po mire, morën vesh që ti e konsumon shumë qepën këtë periudhë, por me trego pak çfarë të ka rregulluar qepa. Do të thënë të ka sjell ndonjë ndryshim që ta kuptojnë dhe të tjerët, se kur fillojmë një ushqim të ri, ne ndjejmë disa ndryshime. Ato do ta lë ty të thuash, unë vetë Albana, pardon mua, nuk kam djerë përveç shijes së duhur, por di një gjë. Për të larguar aromën, majdanozi është i pari, pastaj kemi uthullën, kemi qumshtin, për këto aromat të këqija të forta, jo të këqija, se quhen aromat të forta, për shkak të elementeve që kanë në përbërje të tyre, sulfurin edhe udhra pastaj me përbërësit e tjerë, por ne nuk do të thotë që duhet i shmangim nga konsumimi dhe nga kuzhina jonë. Shiko, a e di çfarë arome që vjen tani? Një mix erzash, kur bashkohen, i çlirohen më së miri. Edhe këtë ta lë, sikurse shtoj dhe majdanozin dhe kur ma ve në boqen e kuqe, na mbushe me dashuri. Aman jasaman moj buzë burë buqe, as ma fal synin e zdi. Gjithë humor sot, gjithë muzik, gjithë këngë sot. Po do ikim për pushime, Urdhëro. Në fund fare, edhe pakës fare, vaj dhe jam. Çfarë kanë vlerësuar Kanë vlerësuar originalitetin tënd, humorin tënd, energjinë tënde, kështu që ti jepu këtë kënaqësi. Unë nuk e u jap dot se s'kam zë, se po të kisha zë, kisha një talent në art, për shembull, mund të bëja ndonjë performancë. Jep në gjëra tjera. U jep ide për shëndetin. Mirë, ato po. Çfarë shkon me kë shkon? Ja pra çdo njeri jep. Më të mirën e mundshme të ti, çfarë dihesh Poseidon? Absolutisht, talentet Valle se kam hedhur, po në fund fare do t'ja hedh. Do ta marrë edhe çupkën për dorë. Valle diun. Dhe nga Korça. Ashtu dhe, ja. Perimet janë gati. Shikni pak të zbutura. Perimet e shterura. Të shterura. Të shterura. Kush i thotë të shterura? Pra të ezauruara. Po. Si të doni jo, të shterura, se nuk kanë ujë. Po. Urdhëro, kaq. Këtë është për konsumuar bashkë me krahët e pulës, të cilat po le t'i lëmë edhe pak, se ne tani do kalojmë në publicitet, kështu që le të bëhen në terezinë e tyre, aq siç duhet, dhe i shoqërojmë patjetër me perimet. I hedhim në sy recetës tonë, që është plot ngjyra, edhe e shishme duket. Perime të stufuara në Tiranë, të shterura, të shuara. Gjeni me lule lakër, 300 gram, një patlıcan, 2 karota, një qepe madhe, lakër e kuqe, hudhra, fajulliri, pak ujë ose lëng perimesh, rigon, trumz, speci kuqe, ëmbël, krip, piperizi dhe majdanozi freskët për servirje. Perime të stufuara në tigant, shumë të shishme, të shëndetshme dhe shumë aromatike. Tani bëjmë një pushim, ne? E bëjmë. Në minutat që do të rikthehemi, vazhdojmë me një ëmbëlsirë, si kur pash andej, se pash biskotat që e nisëm ne dhe shoqëruam me një kafe lavaca, madje tys të bëra. Kafe Lavazza Modo Mio me aparatin fantastik të kësaj kompanie, kafe italiane, nuk e kemi ndezur ekspresin, presim tani në pushim që të pim dhe të konsumojmë kafen ton të preferuar. Shihemi pas pak. Mirë se u rikthyet, jemi në Rezedielli në kuzhinën tonë. Ju tregojmë pak krahët e pulës e kam përfunduar pjekjen, para se të kalojmë tek receta jone e tretë. Marinimi ishte i veçantë, vjen një aromë fantastike nga pjekja e tyre dhe shija patjetër që dominon. Janë të buta nga brenda dhe krokante nga jashtë.
Pjesët e errta që ju shikni janë për shkak të lëngjeve të cilat kanë rrjedhur dhe për shkak të salcës që është krijuar nga kombinimi i erëzave. Tani servirim bashkë me perimet. Mama të keqen servirja, jam kështu? Servirje quhet kjo na shërbim, servirje. Fillu me çik si shpejt. Me thënë drejt, nuk më lanë fare hapësirë. Nuk të lam hapësirë që ti shijoje. Shifeni se çfarë kombinimi i këndshëm. Ato lëngjet që janë aty mua m'pëlqejnë në fakt ti ngjyesh tek tepsia. Një më tutje. Këtu në fakt ishte për mua, po hajde më. Pale. Ja, kjo këtu në mes, kjo është shumë e shishme, se këtu kanë rridhur dhe lëngjet, dhe shija e mishit, gjithë salca e koncentruar tek. Kujdes, Shëndet, po doja ta tregoja, për shembull, këtu çfarë ndodh? Një copë buk këtu në mes, jo Ansore, tek pjesa këtu është aq e shishme. Moderatorja na që ka pa qef. Kam neps madhe. Përse s'duket. Idhim pak te perimet dhe bëjmë një kombinim të dyja shijeve. Po thua se të njëjta terza kanë. Po. Heqim, sa kemi gjëra tjera tash për të bërë. Dhe le të kalojmë tek receta e tretë. Përgatisim tani një recetë disi të veçantë, që përgatitet shumë kollaj, ju duhet patjetër të keni një letër, një telefon, qese telefoni për ta mbështjellë, po edhe nëse se keni ndoshta do t'ju mundoj pak më tepër për ta mbështjellë atë. Si quheshe kjo? Pra trung çokolade, kam. Trung çokolade. Bajame. Lejthi. Ara. 3 aroret më të zakonshme. Grim, po, duhet të jenë të dukshme. Këto. Shtoj. Biskotat. Duhet të jenë të forta, që mos të zbuten kollaj. Pra kemi mësuar dhe përbërësin e 4, 3 aroret, pra lajthi bajame, arra dhe biskota. Këto të tjera do t'i gri më imët ashti. Disa që t'jenë më të forta. Kam zgjedhur dhe biskotën që t'jetë biskote fort, jo biskot që t'i qullose direkt. Në varësi të çfarë gatuajmë ne, ashtu zgjedhim edhe ja, ju grim dhe në këtë formë. Urdhëro të tjerat edhe një pako me biskota. Përbërësit e tjerë janë kakao, mjalti, qumshi kondensuar, gjalpi dhe ricota, ose një gjiz njomz. Mund të vendos dhe krem djathi. Edhe krem djathi. Që është pa erza. Ja, të e lëm këtu. Më duhet më. Kjo ishte puna paraprake, puna e parë, pra grirja, coptimi i aroreve dhe i biskotave, të cilat tani do të bashkohen me përbërësit e tjerë, në një mas të ngjeshur, të fort, të cilën do të shtrëngojmë, do të lidhim mirë me një telefon, si që thash, e do të shërbesi një ëmbëlsirë e këndshme, e thjesht dhe e lehtë. Ja, këtu tani. Pra, në lidhje me ëmbëlsusit, do të përdorim mjaltin, edhe banania për këtë qëllim është, kështu që do ta japi atë shijen e ëmbël, po ashtu edhe 2 lugë nga qumshti kondensuar. Lërë në qik në fund se aty. Ama, po që të gjithë kemi me këtë gjë, që të gjithë të kemi.
Kështu me thënë drejtën, sido që t'jemi këtu në emision, po kur jemi në shtëpi, kush nuk ka kaluar nga të ndihmi... Gjysma do kishte... Kush... Asnjë. Edhe në fund fare thoj, nuk më hahet, se kam ngrënë gjithkohën që ke gatuar. Të drejtën, gatuar. nuk e di, mua më shkon në shtëpi, që konsumoj, më shkon levaman. Më ka ngelur nga puna. Jo nga kjo punë, jo, më ka ngelur nga kuzhina, që duhet haj në këmbë. Po. Po nga ndonjëherë duhet haj edhe cepave, që kështu më ka ngelur që të ha në kuzhinë. Po. Në ndodhë të gjithve. Kush rri më shumë në kuzhinë e kupton këtë gjë. Gjalpin. E punoj mirë, pra nuk e kalova që ta trec. Ishte e zbutur në ambient, në temperaturën e ambientit. Do marrë bananën. Të zëptojmë. A është pak e butë apo është e fort fare? Mesatare, nuk është dhe shumë e butë, po besoj se... Me lëkurat e bananeve, një masazh i mirë i fytyrës, do mos kur ajo është e pjekur mirë, një sfolim shumë i mirë i lëkurës, për të mbajtur atë të butë, të ushqyeshme, e më pas e shplani. Po ashtu i thani, vendosni tek lulet, tek bimët, tek perimet që keni në obora apo në balkon, dhe mos e hithni lëkurën e bananeve. Për t'i shkëlqyer këpucët gjithashtu, shërbete. Dhe jo vetëm, unë do kaloj te profesioni si me bie. Në atë fillim me kuvajza filloi profesionin e saj, si tatuazhiste, po. Ishin disa lëkura. Kur ne nuk e kishim mundësinë t'i merrnim atë lëkura, sepse duheshin lëkura shumë, atëherë çfarë bënte? Merrte lëkurën e bananes dhe e punonte në pjesën e lëkurës nga jashtë. Për të bërë ato provat e para eksperimentuese. Kështu që mos i hithni. Kështu, kemi dhe këngën e Dash Nordikos me bananën. E pra, po gabuj, e hodhin tokë dhe rëshkiti vajza. Tashmë, Dash Nordikos duhet të bëj një version të dytë, që gratë kur hecin nuk rëshjasin. Jo, kush i lë? Kush i lë? Të bje në tokë. Jo, edhe mund të ndodhë, duke parë telefonin për shumë i përplasë. Lërë kjo. Ata ndonjë ndonjëherë që ke ecur me telefonat dhe se ke Faktikisht unë kam një gjë. Dhe kam shumë parim. Ndonjë pemë, ndonjë puset. Në rrugë asnjëherë nuk mbaj telefon as të flas dhe as të shkruaj. Absolutisht fare. Kështu kam coptuar banane. Jo, flas për një shoqe që ka shumë. Dhe sidomos... Pyes për një shoqe. Po, jo goditje pemës. është fenomen, po goditje kështu. Kjo është fenomen. Unë nuk e di, po më parë s'ka bërë që s'ka pasë telefona. Si ka pasur letra. Si, thoti se, për kaloj më Vinjerës, Albana, kur na bie luga, piruni, kemi miqë. Më miqët të vinë sezonin e ri tashti. Miqët të vinë në sezonin e ri. Shtoj. Kakaon, tani dhe i përzijem që të bëjmë atë masën e ngurt. Ja, opa. Çfarë arome që... Pra, në gatimin me krip, lëshon të një aromë shumë të mirë keri, dhe këtu është mbizotron aroma e kakaos. I përzijem për ti forcuar pak. Shtoj të gjithë masën. Dhe tani, hapi fundit mbetet për tu punuar lugën të duhet. Bëjmë përzirjen e masës, asaj që është pak më e lëngshme pjesës së thatë, të masës dhe të arorve. Ndërkohë, i hedhemi sy së bashku çfarë kemi shtuar në tas, pra çfarë përbërësish përmban.
i shojmë pak së bashku, trung çokolate me biskota dhe fruta. Kjo recet kërkon 50 gram gjalp në kushtet e ambientit që të jetë i butë, 200 gram biskota të thërmuara, një banane të shtypur, 300 gram njomës, një lugë me kakao, një lugë plot me kakao, dhe për mbushjen ju nevojiten 50 gram gjalp, 50 gram mjalt, 50 gram qumësht i kondensuar, fruta sipas dëshirës, pastaj për ti shtuar më tepër shijen, vlerat dhe me radhë. Kjo është receta e trungut të çokolatës me biskota dhe fruta të thata, ndërkohë që ne do ta punojmë mirë në tas, do ta vendosim më pas në një letër celefon këtë mas në mënyrë që ta bashkojmë dhe t'japim formën e një trungu. Baronica, të lutem. Pra, unë i kalova të gjitha produktet, që ta bëj shumë të thjesht, vendoset e ca vendos që të ketë të lundë. Pra të gjitha i vendosat të trungu. Nuk bëra një mbushje, sepse ajo mi përket një ëmbëlsire që bëhet për Krishtlindjet. Kjo mas pasi punohet, vendoset dhe në frigorifer, besoj që të lajduart ngurtësohet. Dhe hapim tani qesen. Tani vendosim aq masa ta mbështjellim një herë, mbase bëjmë 2 të tilla. Ja. Pas si ta heqim nga frigoriferi do duket e duhura dhe ju besoj do të keni mundësi ta shihni nesër ose gjatë ditës në rrjetet sociale, se tani nuk mund të themi që është gati për ta konsumuar, sepse ajo mbetet aty e ngrirë, e fortë, e forcuar. Ja, e lidhim nga të dy anët e bëjmë si karamele. E shtrënguar mirë nga të dy anët dhe si që është ky trung çokolate e vendosim më pas. E marrë dhe vendos në frigorifer, sepse në freskë apo në ngrirje o ta lëmë në fillim? Jo, në freskë, sepse unë e punoj sërisht. Unë e punoj sërisht. Do bëhet trung. Ja. E tillë. Pas hiqet shumë kollaj dhe qesja dhe e presim në pjesë. Këto ishin recetat e ditës së sotme. Për më tepër, ju ftojmë që të shihni kanalin ton zyrtar në YouTube Reze Dielli me rubrikën aty të gatimeve, galerinë e fotove dhe videove, po ashtu edhe të bisedave tona. Do të jemi më pas në rubrikën ton të radhës, bima dhe shëndeti, edhim dhe një sy recetave dhe përbërësve të tyre për të bërë një përmbledhje të gatimeve që kishim në këtë ditë. Kemi pra krah pule të aromatizuara, të pjekura në furrë, shumë të shijshme dhe të veçanta, për të cilën ju duhet vaj ullili, salcë soje, mjalt, hudhër, paprika e ëmbël, rigon, trumz, piper, krip dhe limon. Të gjithë përbërësit në një tas, zhytni aty krahët e pulës, lërini të qëndrojnë në frigorifer dhe më pas piqini në furrë, dalin shumë të shijshme. Kjo është receta e parë. Kalojmë tek perimet. Perimet të ndryshme, por që i shkon kësaj recete janë këto: lule lakër, një patlıcan mesatar të prera në shkopin të hollë, 2 karota pashtu të prera hollë, një qep e madhe, lakër e kuqe, hudhër, vaj ulliri, lëng perimesh ose pak ujë, rigon, trumz,
speci kuq i ëmbël, piper i zi, majdanozi freskët për servirje. Këto janë pra perimet e stufuara në tigan dhe këto janë dalin të veçanta shumë të shishme. Dhe trungi çokoladës me fruta të ndryshme. Boronica se është... Jo me pse, ke ara, ke lajthit, fruta të thata, me biskota dhe fruta. Gjalp, biskota, banane, njomës, kakao. Kemi përmbushjen, pra përsëri gjalp, mjalë, qumësh i kondensuar brenda, fruta sipas dëshirës, siç tham, ara, lajthi, bajame dhe boronica të kuqe. Të lumshinduar. Tana të mirat me? Tana të mirat, por do të presim pak që ta shijojmë trungun e çokoladës. Feza, le të fillojmë me të tjerat. Ju përshëndesim nga kuzhina, ju pres pas pak në Bima dhe Shëndeti, në rubrikën tonë pasardhëse të fundit për këtë sezon. Ndërkohë, ju lë në shoqërinë tani të fleshit informativ, të lumshiduar shihemi nesër me të tjera receta. Ju pres pas pak. Mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti, jemi në doktor Ylli Merjan, faleminderit doktor që je këtu sot. Dhe faleminderit për gjithë puntatat që na ke mundësuar gjatë këtij sezoni televiziv në Reze Dielli. Në të vërtet, ne duhet të falenderojmë ekranin tuaj, që është bërë aq i dashur për qytetarin edhe fal këtyre emisioneve që ne japim. Pra, është një kontribut që ne japim për qytetarët, që këta të njohin bimët mjekësore të Shqipërisë, të njohin vlerat shëndetësore dhe ndikimet e tyre në shëndet. Si gjithmonë, trajtimi i temave vjen pikërisht për të promovuar natyrën shqiptare, për të promovuar bimët shqiptare, produktet tona dhe për të cilat sigurisht në ndihmojnë në luftimin dhe mbështetjen e shumë gjendjeve shëndetësore. Sot do të flasim për infeksionet urinare, në fakt, cilat bimë janë më të forta për të eliminuar bakteriet të cilat na shkaktojnë këto shqetësime dhe aq më tepër në këtë sezon këto infeksione janë në rritje për shkak edhe të le të themi kontakteve që kemi në plazhe, pishina, vapa, kështu që të gjitha ndikojnë sadopak, por jo vetëm. Ka faktorë të ndryshëm? Sigurisht, po. Që na i sjellin infeksionet urinare, si tek të vegjit ashtu dhe tek moshat e rritura. Si shkaktohen infeksionet, doktor? Infeksionet shkaktohen nga bakteriet të cilat ndodhen në organizmin tonë, kryejnë dhe ato një funksion në organizm, sidomos bakteri Escherichia coli, që është më i përhapuri, më i zakonshmi dhe funksionin e tij ky e kryen në zorë. Pra, copton, thërmon në produktet ushqimore. Mirë po, kur njerëzit tregohen të pakujdesshëm, ndoshta nga padia, arrin që në momentin e shplarjes, ata mund të shplahen për shembull me një dorë para mbrapa dhe në këtë mënyrë ne i marrim këto mikrobe që janë, këto bakterie që janë në feqe, ose që kanë dalë aty rrotull anusit dhe mund t'i kalojmë në pjesën para. Ndërkohë që këto bakterie hynë jo në vendin e duhur, po futen në sistemin urinar nëpërmjet uretrës, atëherë këto për nga funksioni i tyre tashmë e kanë humbur atë pozicionin. Kështu që duke kaluar në sistemin urinar, kjo nuk ka qatë tret, nuk ka qatë copton, vetëm ajo gryen, irriton dhe fillon që ta skuqi këtë pjesë të brendshme të mukozës, qoftë në kanalin e uretrës, ku jep edhe atë, le ta themi, problematikën ose smundjen që quhet uretriti, pra një infeksion i uretrës. Femrat në këtë rast infektohen më shpesh, pasi ajo uretra tek femrat është shumë e shkurtër. Ndërsa meshkujt më ngadalë, më rrallë. Atëherë, nëse shenjat e para do t'i kuptojë njeriu që ka një ndryshim, atëherë me të vërtet mund të marrim dhe të bëjmë një trajtim të lehtë. Pra, të mos ta lëmë që ky infeksion të na kalojë më tutje. Nëse ne do ta lejmë, do të tregojmë të pakujdesshëm dhe vazhdojmë jetën normale, pa marrë ndonjë mas paraprake për mbrojtjen, atëherë ky do të vazhdojë të kalojë nga uretra në fshikëzën e urinës. Dhe këto bakterie, tashmë, duke u ngjitur në mukozën e brendshme të saj, e skuqin atë, e irritojnë dhe
kjo do filloj të mblidhet, të rudhoset, muret e saj nuk do t'jenë me paret e fine të holla, por me muret të trasha. Kështu që kur bëhet eko dhe shikohet për shembull që paretet e vezikës janë me muret të trashra, mendja duhet na shkojë që ne kemi një infekcion të vezikës. Krahas kësaj, nga ky cistit, prapë nëse njeriu nuk do të tregojë i kujdesshëm, pasi ky do të ketë çrregullime në jashtëqitje, jep nga njëherë konstipacion kjo. Një urinim i shpesht, po jo për faktin se ky prodhon shumë urinë, po vezika mban shumë urinë në vetvete, sepse duke qenë me muret të trashura, kjo nuk shtrydhet plotësisht. Duke qëndruar kjo urinë reziduale në vezik, në fshikëzën e urinës, pa diskutim do të krijojë problematika të tjera. Pra, nëse kemi atë ndjesinë e urinimit të shpesht, por që vezika nuk zbrazet plotësisht, nëse personi ngrihet shumë herë natën dhe urinon nga pak pjesërisht, nëse njeriu ka të ndjesinë e djegjes pas urinimit dhe një ndjesi që ka urinë prapë në trup, në fshikëzën e urinës, kjo urina reziduale mund të jetë 30, 50, 100 ml, nuk ka rëndësi, po ka rëndësi që ky çohet shpesh natën, urinon me vështirësi, me djegje, me kështu, atëherë këto janë sinjalet e para që njeriu duhet patjetër të shkojë tek mjeku, urolog. Aty ai duhet bëj ato ekzaminimet, po me pakta është një urinë, një analizë e urinës, një urokulturë dhe një paraqitje skematike e saj se kush nga antibiotikët mundet që të na japin rezultat. Ka shanse që të ketë infekcion, në të analizat të tregoj që ka prani të bakterit, ka infekcion, por nuk ka simptomat e pacienti? Ka raste plot, po. Po jemi në atë fazën, si thuash, të hyrjes së bakterit në sistemin urinar, vendosja e tij kryesisht në muret e brendshme të mukozës të uretrës, dhe në muret e brendshme të fshikëzës urinës. Këtu kjo fillon që të shumohet, krijohen ato kolonitë e para, dhe pastaj rrugëtimi është për të ngjitur drejt veshkave. Pra, nuk kemi më, si thuash, një uretrit, një infekcion, një djegje të inflamuar ose të prekur, të pjesës së uretrës poshtë. As një cistit, pra në fshikëzën e urinës, por këto bakterje, duke qenë që ngjiten në ureterët, në ato tubat që sjellin urinën nga veshkat në fshikëzën e urinës, edhe këto janë infektuar, atëherë këto bakterje shkojnë në veshka. Dhe si të thuash, bëjnë atë procesin, ato vetëm shpojnë, gryejnë si turiela. Kalon në një smundje tjetër, në një pjelon e fritë. Këtu pa diskutim që tashmë nuk kemi më ndjesi vetëm të urinimit të shpesht, të çuarit natën, dhimbje në pjesën e fundit të barkut, rëndes, nga njerë sikur nuk ke mban dot atë urinën se më përvëllon, thot pacienti, edhe një pik po të kem, thot, unë duhet mbetem atje në banjë, e kështu me radhë. Por simptomat këtu janë më alarmante. Atëherë këto simptomat të çojnë me vrap tek mjeku. Sepse do filloj të rritet temperatura e lartë. U përhap infeksioni, pjelon e friti po përparon. Atëherë, kjo temperaturë do shoqërohet pa diskutim me nauze, me të vjella, me kështu, me pa rehati të trupit, do kemi një dhimbje të shpinës në mbrapa, këtu në mes, ku gati janë të pozicionuara veshkat, dhe çrregullime në tërë sistemin tonë, sidomos tretja, jashtëqitja, urinimi e kështu me radhë. Sepse këto receptorët nervor që janë në pjesën e barkut, janë shumë të ndjeshme me vërtet dhe ato pak inflamacion të japin, kjo ndihet me njëherë, përhapet pothuajse në gjithë barkun dhe këto çrregullime japin edhe atë ndjesinë të vjellit. Atëherë, kur janë kaluar gjithë këto faza, kur njeriu nuk e ka kapur që në momentin e parë te ky urinimi shpesh, te kjo djegja e urinës, te këto dhimbjet në fund të barkut e kështu me radhë, por ndoshta e ka neglizhuar ose ka thënë se do kaloj vetë kështu me radhë. Atëherë është momenti që njeriu të reagojë
pa diskutim në momentin kur ky ka dhimbje mesi dhe temperaturë. Që tek simptomat që të kapet sa më shpejt veshka e pa dëmtuar. Vetëm këtu është problemi. Pra, kur ne I lëm këto infeksione, si kur do kalojmë vetë, ose I durojmë, I neglizhojmë ato simptomat, problemin e kemi aty përsëri, sepse ato kalojnë më pas bakteret dhe inflamacioni tek veshka, që do një trajtim më të gjatë, sjell pasoja më të rënda për shëndetin. Po përmes ushqimeve, cilat janë bakteret që dominojnë më së shumti pas Po mund të marrim për shembull edhe këto perimet e pashplara, e palara mirë. Proteus vulgaris, mund të merret kjo Klebsiella, mund të merret nga duart e palara, për shembull, bakterie të ndryshme, të cilat njeriu I ka në duar, kur prek edhe pjesën intime, nuk I shplan duart, nuk I pastron, nuk shplahet mirë nga para me një dorë dhe nga mbrapa me dorën tjetër, ne edhe këto bakterie mund t'i çojmë drejt për së drejti në hyrje të kanalit dhe pastaj bakteriet ecin vetë. Janë krejtësisht të padukshme me sy, të gjitha këto që unë përmenda. Absolutisht. Janë në përgjithësi kështu, për shembull kjo Escherichia coli që është me zakonshme, janë gati 80-90% të infeksioneve urinare I ka kjo, I përkasin Escherichia colit, e cila është si një tube vogël e gjatë, gati 2 mikrometër, e gjerë 0,5 mikrometra. Ndoshta njerëzit nuk e krijojnë dot idenë se çfarë është, por le të marrim dhe të bëjmë dy krahasime për shembull. Të marrun një cilindër të Escherichia colit. Të marrë edhe një kokriz sheqeri. Dhe t'i zmadhojmë të dyja me një lupë 1000 herë. Kjo kokriza e sheqerit do të më vej sa një top bore 50 cm me diametër, 50 cm kaq, ndërsa Escherichia coli do bëhet sa 4 kokriza, 5 kokriza sheqeri kështu në gjatësi, ndërsa në gjërësi sa gjërësia I në kokre sheqeri. Pra, shumë të vogla, po problemin e japin kur ato shumohen, kështu që në vetvete është... Një nuk në bën ndonjë problem, kjo është shumë e pallogaritshme. Po kur këto shumohen, kur këto bëhen koloni, atëherë aty ku ngjiten dhe lëvizin, këto pa diskutim që do të krijojnë problematika. Ka edhe një vështirësi, sepse këto Escherichia coli, po në përgjithësi bakteriet, e kanë trupin të mbështjellë me një mbulesë yndyrore, lipoproteinike. Dhe njëkohësisht, këto lloj bakteriesh, edhe Proteus, edhe Klebsiella, kështu me radhë, edhe këto enterobakteriet, atëherë këto prodhojnë një lloj enzime, e cila qëndron në perimetrin e jashtëm të tyre. Dhe duke qenë të tilla, këto si thua toksifikojnë, neutralizojnë antibiotikët në organizëm. Kur ne këto infeksione I lëm pa mjekuar, pa trajtuar, a ka rrezik që ato të kthehen në kronike vazhdimisht, të dobësojnë sistemin urinar, kanalet, po patjetër, veshkat, dhe a çojnë dhe në sëmundje më të rënda më pas? Po na përparoj pjellën e priti, kjo është kjo, po e nxjerr jashtë funksionit ajo atë. Fillon mund të rritet kjo albumina, mund të rritet azoti, kreati, e kështu me radhë. Veshka po humbet funksionin, atëhere në trup do qarkulloj gjaku bashkë me urinë, I papastruar, do më toksifikohet truri, e kështu me radhë. Pra shiko, nga njëra po përhapet ky zinxhiri dhe vemi tek sëmundje të tjera. Prandaj thash, njeriu që në momentin e parë që ka këtë dizurin, duhet patjetër të vejë tek mjeku. Ose në moment që ky e shikon që ka diçka për shembull, ka diçka që nuk shkon, po le të themi, patëm një hematuri në urinë, që do të thotë urina, ka një ngjyrë si të kuquremtë. Tregon kemi gjak në urinë. Patjetër shko tek mjeku, se ti nuk e ditur ta menaxhosh, ta zgjidhësh deri tashti. Nuk e ditur ta dëgjosh trupin. Atëherë mos e lër të përparoj më shumë sëmundja. Nëse kjo edhe përsëritet, ose mund të krijoj alarm një herë, mund të jetë edhe një lloj. Tash a mundet që kjo të përsëritet? Po ja, për shembull. Gjithmonë nga padia. Po kemi një person I cili e ka 10 milion
bakterje për 1 milimetër kub. Mori antibiotik ose përdorëm çajra mjekësore dhe ajo zbriti deri në 500.000. E njeriu thot tash unë u shërova. Ndërkohë, heq dorë nga të gjitha, nuk pi as lëngje që me të vërtet ky të pastrohet, ta shplaj akoma gjithë sistemin urinar, se nëse nena derdhet një bojë në dysheme, zorë se mund ta heqi me leckë ose të hedhim ndonjë pluhur mbi të. Ajo do të shplahet mirë, të hiqet. Ata që spin ujë janë të predispozuar? Ata që spin ujë janë pa diskutim të predispozuar për të infektuar nga këto lloj bakteriesh. Atëherë, në qoftë se ky po e quajmë EL kur është 500.000, 300.000 dhe sistemin imunitar nuk e ka në lartësinë e duhur, atëherë ekziston mundësia që këto të fillojnë shumimin e tyre, nga 300, 350, 400, 500. Jo, biorezistenca dhe këto vazhdojnë të shumohen. 800.000, 1 milion për milimetër kub. Atëherë, shiko çfarë ndodhi në të vërtetë. Ky prap hop arriti atje ku ishte më parë. Dhe thot ja, prap u infektova. Jo, nuk është çuar deri në pikun më të fundit, që është aty 80.100 milimetër, kështu, mirë thash, 80.000 deri në 100.000 bakterje, atëherë me të vërtet jemi të qetë. Po. Pra, edhe pasere, edhe analiza rutinë nëse bëjmë për të kontrolluar veten, sepse siç e thatë dhe ju, ndonjëherë këto infeksione nuk fillojnë menjëherë me simptoma, po janë simptoma të fshehura se mund të jetë rezistenca e tillë e organizmit. Tek analiza e urinës, unë do t'ju theksoja 2 gjëra. Në qoftë se një person e shikon tek një analizë urine, rutinë e thjeshtë, për shembull, që të thuhet bakterje, disa ose shumë për fush, atëherë duhet të interesohemi për një vizitë mjekësore. Por, që ta ndihmojmë mjekun, ne i bëjmë një paket, pra i bëjmë këtë analizën e urinës, që ai të shikoj ka diçka, bëhet kjo urokultura dhe antibiograma, dhe shkon aty të tregosh historikun se çfarë të ka ndodhur. Atëherë, bëhet edhe një eko abdominale, ku shikohen komplet edhe veshka, ureterët, fshikza e urinës, e kështu me radhë, dhe mjeku e ka shumë të lehtë pastaj se gjithçka ja kesi në pullëm të dorës. Ja ka hedhur mbi tavolinë, ai vetëm do të shkruaj për shembull trajtimin. Por në çdo rast, unë e theksoj këtë gjë. Është rezistent për faktin se Escherichia coli ka këtë mbulesën yndyrore që s'ka që i bën antibiotiku aty. Plus, vetë ky prodhon një lloj enzime e cila e neutralizon, prandaj edhe antibiotiku duhet për një kohë të gjatë, por jo pa përdorur, nuk duhet ta lëm pa përdorur shumë ujë, lëngje dhe kur pim ujë më mirë pim bimë mjekësore. Qartë. Se cilat nga bimët apo kombinimet e tyre mund të funksionojë si një antibiotik natyral për të luftuar bakterjet që na kanë shkaktuar infeksion? A ndodh ndonjëherë, do t'i tregojmë më njëherë pas publicitetit, a ndodh ndonjëherë që janë bërë analizat, kanë dalë shumë baktere për fush, numri është relativisht i lartë, dhe personi nuk ka patur simptom dhe ka marrë mjekimin e plot për ta trajtuar, sepse të tilla kanë qenë analizat. A ndodh që bëhen dhe gabime në raste të tilla të analizave të urinës? Mund të bëhet një gabim vetëm po të mos ta bëj analizën, se ajo është një gjë shumë e thjeshta. Pra, varet si është marrë, mund të ketë qëndruar më shumë dhe personi mund të mjekohet kot gabimisht. Nëse urina qëndron më shumë se 2 orë, që nga momenti i marrjes, bakterjet do shtohen, pa diskutim. Analiza do na dali e gënjeshtërt, jo realja. Sepse janë një pak raste, doktor, që janë bërë thjesht analiza rutin, pa patur ndonjë simptom të pacientit, janë bërë analizat të gjakut të urinës dhe ka dalë me infeksion shumë të lartë dhe mjekimi është marrë kot antibiotik. Po i ka dalë në analiza, duhet të dim edhe këtë gjë. Pra, ky kampion, është marrë ky kampion. Ka shkuar për shembull edhe një rëndësi ka ky fakt. Në qoftë se do të vemi për shembull për të çuar analizën e urinës. Ta lëm urinën e parë të rrjedhi, sepse mund të gabojë edhe individi. Atëherë mund të marrë urinën e parë 20-30 ml e çon në laborator. E ka mbajtur edhe 2 orë në shtëpi.
gabimi dytë, bakteriet shtohen dhe ulet pH-i i urinës aty për një kohë më të gjatë, ai pH-i do na dali 4.5, 5. Ne do mendojmë që kjo urina shumë acide dhe shumë bakterien të nuk shkon. Sepse sa më acide tjetë urina, aq më irrituese është për bakteriet, nuk e pëlqejnë ato. Bakteriet duan një urinë që është me pH-in 6.5, 7.5. Pra një mjedis gati alkalin. Në këtë mjedisin alkalin, bakteriet shumohen shumë shpejt, lirshëm. Kur njeriu ha sheqerna, ushqehet lirshëm, kënaqet. Po, bakteriet. Bakteriet, po, shumohen shumë shpejt. Atëherë, në këto raste ne çfarë duhet bëjmë? Duhet i ulim sheqernat, duhet i ulim ato pijet e gazuara, sepse bikarbonati, për shembull, këto bazat që ne mund të përdorim, edhe urinën do e bëjnë bazike dhe i krijojmë mundësi terren të përshtatshëm që këto bakterie të na shumohen. Mirë, do të tregojmë më njëherë pas reklamave kur të kthehemi disa trajtime mjekësore, bimore mjekësore për eliminimin e bakterjeve që na shkaktojnë infeksion urinar, kështu që rikthehemi më njëherë pas pak. Flasim tani për trajtimin e infeksioneve urinare. Cili është kombinimi më i fortë për të trajtuar një infeksion urinar? Ne në fillim bëm atë grupimin për 3 kategorizime. Nëse infeksioni urinar është, le të themi, në atë fazën e parë, që sa është infektuar kjo pjesa fundore e daljes, pra kemi atë uretritin, atëre, është shumë e thjeshtë. Marrim për shembull, mund të shtojmë rigonin në gjellë, që është i mrekullueshëm. Mund të përgatisim në kushte shtëpie nga një çaj që është me të vërtet edhe nxitës i urinimit, do me thënë, ai kanali uretrës që ka filluar të ngushtohet, kjo ta zgjeroj pak, që të mos na mbetet urinë reziduale në fshikëzën e urinës. Dhe mund të përdorim pak hithra, pak rigon, pak trumz në kushte shtëpie. Dhe këtë e përdorim në veçanti për femrat, por edhe për meshkujt. Nëse do të kemi të bëjmë për shembull me shqetësimet e fëmijëve që kanë djegje urine dhe shohim që shkojnë në tualet shpesh e kështu, i pyesim pak çfarë problematike ka dhe fillojmë t'i bëjmë një çaj për shembull, pak kamomil, hithra, ndoshta edhe pak rigon. Ose ndonjë lule bliri që ta qetësojmë këtë sistemin urinar. Pra atë lulen e blirit, boronicën e zezë që është e mrekullueshme në këto raste dhe mund të shtojmë dhe ndonjë trëndafil tegër. Pra, le të grupojmë veç për të rriturit, tashmë edhe veç për fëmijët. Këta e duan çajin më të lehtë, por le të themi të jetë luftarak, bytës i këtyre bakterieve, edhe njëkohësisht të nxitit të zgjeroj atë kanalin e urinës. Në përgjithësi, produktet që kanë këto kripra squfuri dhe lule që janë me ngjyra të verdha, na bëjnë shumë mirë, pasi si bliri, për shembull, ose kamomili. Bliri, kamomili, luleakja, për shembull, është kjo kuskuta e arave, janë të mrekullueshme për këto raste, por le të vemi tek qepa dhe hudra. Edhe këto janë përsëri të mrekullueshme. Atëherë, mundet t'i japim fëmijëve nga një thelb hudër në mëngjes, e maskojmë me pak kos dhe japim të haj. Mund t'i japim pak qep në drek, se përmbajnë këtë inulinën, po edhe kriprat e squfrit. Pra, edhe një probiotik, edhe kripra squfrit, ne jemi në rregull. Problematika do të na qëndroj tek të rriturit, e në veçanti tek femrat, të cilat mund të kenë skuqen pjesën intime, mund të kenë djegje, irritime, kruarje e kështu me radhë. Atëherë, le të vemi për shembull tek trajtimi i një të rrituri deri tek ky inflamacioni nga uretra te fshikëza e urinës, që njerëzit të dy gjinive shfaqin ato shqetësimet e para, duhet me të vërtet që të shkojnë në banjë shpesh, janë të padurueshëm, e kanë atë ndjesinë që shkon atje dhe përsëri ai shpesh shtrëngohet e kështu me radhë, por duhet i mbajë patjetër, nga njëherë duhet që ta mbaj urinën, po ndoshta nuk mundet edhe mund t'i
ti dalin në mënyrë të pavullnetshme, vetëm për faktin se ajo mukoza nuk mbyllet plotësisht në momentin që kjo mund të jetë e mbushur me këto bakteriet, flasim për koloni të tëra. Atëhere, le të themi për shembull, një çaj që të jetë lehtësisht i përdorshëm për fëmijët dhe të rriturit, të çdo moshe dhe pavarësisht se ky individ mundet që të ketë edhe sëmundje tjera shoqëruese. Për shembull, mund të ketë diabet, mund të ketë stomak, mund të ketë kolit e kështu me radhë. Nuk ka asnjë rëndësi. Çaji do të pihet i pa ëmbëlsuar dhe ne mund të veprojmë në këtë mënyrë. Për shembull, ta përgatisim të shtojmë përbërësit që po, atëherë, le të themi ne këtu mund të kemi aftësisht gjys litër ujë. Po. Afërsisht, po. Po, atëherë. Ujë të nxehtë të vluar në të cilën do të shtojmë? Po. Është produkti i parë, majdanozi, një ndihmues i mrekullueshëm i nxitjes së urinimit. Pra hedhim në të 4-5 fije të majdanozit në çaj e nxehtë. Marrim tash një lugë gjelle kamomil. Ja, një lugë gjelle kamomil. Ujin e kemi të vluar, ndërkohë që këto produkte shtohen, pra këto çajra, do t'i japim marrim afërsisht një lugë gjelle boronicë të zezë. Në rastet e boronicave, për shembull, mirë është që këto të jenë të shtypura pak të thermohen. Që të lëshojnë edhe pak. Po, që të lëshojnë më lehtë ato përbërësit kimik të saj, dhe njëkohësisht shtojmë hithra, po pse jo ndoshta edhe këtë një lugë çaj me rigon. Atëre, hithrat, nëse do t'i hedhim... Pra hithrat e thata? Po, hithrat të thata. Nëse kemi hithrat të njoma, përsëri do të marrim 2 deri në 3 deg. Atëre. Ky është çaji i parë që mund të përgatitet. Pra, kur filloni me ato shqetësimet, simptomat e para të djegjes për shkak të bakterit. Këto qëndrojnë afërsisht, kështu së bashku, 10 deri në 15 minuta. Në qoftë se kemi tendencën e një urinimi të pavullnetshëm, do të bënim shumë mirë që të përdorim nga çaji gjethe gorice ose lëvore gorice. Pra, ose shtohet e ky çaj, ose bëhet me vete një gotë me një lugë gjelle lëvore gorice, ku të vloj 3 deri në 5 minuta. Ky pihet sidomos pas dite, dhe njerëzit që kanë atë ndjesinë e të çuarit shpesh gjatë natës, dhe në mënyrë të pavullnetshme nga njëherë, kjo forcon shumë mirë muret e fshikëzës urinare. Pra, çajin e goricës nuk duhet ta ndajmë në rastet kur kemi urinime të pavullnetshme dhe sidomos edhe kur kemi kristale në veshka. Le ta mbajmë mend mirë që lëvorja e goricës përmban substanca të fuqishme që ndihmon në largimin e kristaleve nga veshka dhe në thërmimin e tyre. Qartë. Atëherë, mund të pihen patjetër, mund të pihet një gotë në ditë nga kjo. Ky është çaji më i parë, më i lehtë. Atëherë, nëse ne do të kalojmë... Nëse simptomat janë më të forta, ka një çaj më të forta? Simptomat më të forta. Atëherë, marrim këtë çajin uromer dhe përgatitim çajin si zakonisht. Hedhim afërsisht në 2 litra e gjysmë ujë, hedhim 10-12 lugë gjelle nga çaji uromer. Që ka të gjitha këto bimbo dhe bim të tjera përforcuese. Patjetër. Atëherë, këtu në ekran është një figurë e cila tregon se çfarë janë infeksionet urinare dhe tregon disa bim aty poshtë tabelës. Ne nuk kemi marrë thjesht vetëm këto, por kemi bërë një kombinim tek kjo recetë, kemi futur ato bim që janë antibakteriale dhe mbytëse pse jo edhe të viruseve të ndryshme, por edhe
shkatëruese të kërpudhave, të cilat japin, si thuash, atë ndjesinë e irritimit dhe mështojnë dhimbjet, sidomos në pjesën fundore të barkut. Këto bëjnë të kundërtën, qetësimin e tyre. Siç do ta bënte boronica në këtë rast, siç mund ta bëjë edhe boronica e kuqe, por ne marrim këtë vaccinë myrtilis që është, le të themi, më e mira. Mes dy boronicave, e zeza apo e kuqja lufton më mirë infeksionet? Është më e fuqishme e zeza, por jo se janë antibakteriale ose antimikotike. Jo, këto nxitin urinimin për shpejtojnë qarkullimin e gjakut. Për këtë e fusim në këtë. Hithra është që nxit urinimin dhe ndihmon në zbrazjen e fshikës së urinës. Pra, kjo jep një kontribut më vete. Bimët e tjera, për shembull, le të themi, dafina, livandoja, rushi i ariut, ajo uvaursi, rigoni, trunza, edhe gjethja e ullirit, është e mrekullueshme për këto raste që mund të përdoret, lulja e basanit, janë të mrekullueshme, lulja e bishtamithit. Pra, tek ky çaj neve ose do të shtojmë 10 lugë gjelle nga kjo përzierja bimore dhe shtojmë në të pak nga bimët ose pemët që mund të kemi afër aty, edhe thana është e mrekullueshme, thana e kuqe ose edhe thana e egër, po patjetër, ashtu, trëndafil i egër, por le të vemi prap. 10 lugë gjelle nga kjo, 1 lugë gjelle rigon, ndoshta 2 gjethe dafine, ndoshta 4-5 gjethe ulliri, ndoshta 1 dorë me thana, ndoshta 15 kokra trëndafil të egër e kështu me radhë, ose nga 1 lugë gjelle dëllinj. Atëhere, përgatitet çaj, po edhe e kuqja, janë të mrekullueshme që të dyja, jo vetëm fal atyre përbërëse alfa-pinen, beta-pinen dhe limonene, por ka në kompleksitetin e saj me të vërtet një filarmoni të tërë që mbyt bakterjet. Sa kohë duhet të konsumohen çajrat për të larguar infeksionin, sepse mund të ndalojnë simptomat, por siç e tham pak më herët, bakterjet janë aty dhe ato mund të riaktivizohen më vonë. Po, atëre, le të themi brenda javës së parë, përdoruesi i çajrave, pse jo edhe i medikamenteve farmaceutike, do të ndihet i qetë. Por ne kemi thënë më parë, përmendëm disa shifra, që nëse ky po e quaj më parë ka hyrë në këtë luftë me 10 milion, atëre, ato mund të jenë 7, mund të jenë 5. Nuk kemi bërë një ekzaminim të saktë herën e dytë. Po mund të jenë 1 milion. Po e quajmë që ky e filloi me 1 milion bakterie, edhe mund të ketë 500.000. Ky ndihet i qetë se është ulur shumë ajo ana sasiore e këtyre, ka filluar që mukoza nga brënda të mos rrisi ajo buza, po të bëjmë një krahasim të trash, kur ham ndonjë hurmë të rrudhse, që sigur të mbyt, atëhere, kjo ka ikur. Por bakterje kemi akoma, kemi më shumë se norma, kemi më shumë se 100.000, atëhere, trajtimi duhet vazhdohet. Jo më pak se 1 muaj unë do të theksoja, kjo gjë duhet jetë... Që të pastrohemi mirë, që të pastrohemi mirë. E themi zakonisht kur pim lëngjet, që pastrimi është një armë shumë e fortë për të larguar bakteriet, pa pastërtitë e tjera për ta hidratuar trupin, dhe sigurisht to besoj se do të ndikojnë dhe të rritja e rezistencës së organizmit që të boronica. Nuk diskutohet, por mund t'i pim këto dhe ne s'kemi rezultat pozitiv. Atëhere, fajnë le t'ja hedhim ndash doktorit, ndash natyrës, çajrave e kështu me radhë. Jo, faji qëndron tek përdoruesi. Ky ndoshta nuk ka ditur që të mbajë atë higjienën personale. Nuk ka ditur për shkak që të mbrojë dhe të ruajë me fanatizëm marrëdhëniet seksuale. Të ketë vetëm një partner, të shplahen mirë, të pastrohen, sidomos shplarje e pjesëve intime me atë çajin e kamomilit, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Këta mund të infektojnë njëri tjetrin, mund ta kontaminojnë, dhe në të vërtetë ne kemi shumë fishuar forcat vepruese, por s'kemi mbajtur higjienën personale. Nuk kemi ditur për shkak që edhe ato të brendshme kur vishen, në rastet kur njeriu ka një infeksion, do të jetë shumë mirë që të lahen mirë dhe
mundësisht edhe të lajnë më vete dhe para se të vishen të hekurosen me një hekur të nxehtë, në mënyrë që të shkatërrohet gjithçka të jetë sterile. Në këto raste themi që kura që ai do të përdori, kur mbahen mirë këto gjërat, kura do të japi efektin e saj në mënyrë të padiskutuar. Absolutisht. Kanë mbaruar minutat. Faleminderit doktor për shpjegimin që i bëm temës së infeksioneve. Do ta gjeni edhe në kanalin tonë në YouTube, Reze Dielli. Ju urojmë pushime të mbara, doktor. Rishihemi në sezonin e ardhshëm këtu në Reze Dielli. Patjetër dhe me shumë kënaqësi. Faleminderit nga ana juaj. Ndërkohë, ne do t'ju falenderojmë për vëmendjen që jemi nesër me Reze Dielli. Kalofshi bukur.